Deri me tani, ne nuk kemi persona të arrestuar për këtë çështje penale. Nga të dhëna deri me tani, nuk na rezulton që ka pas shkrepje me armë nga arma zyrtare e pjesëtarët e policisë Kosovës. Nga provat materiale që e kemi mbarë, shihet që aktin e kanë kryer 2 persona e që për momentin largohen nga vendi ngjarjes. Jemi duke ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore për të zbuluar arsyen dhe motivin që ka çuar deri në kryen e kësaj vrasje, po themi vrasjes shumë të rëndë. Që nga nata e mbrëmshme, hetuesit policor janë në terren për të identifikuar dhe vlerësuar çdo informat, provë, dëshmi e që do të na drejtoj në pistat e mundshme të hetimit dhe që do të na lehtësoj zbardhjen e kësaj çështje penale. Gjatë punës hetimore, gjatë natës së mbrëmshme, por edhe gjatë ditës së sotshme, nga policia e Kosovës janë ndërmarrë shumë veprime hetimore, janë intervistuar shumë persona, dëshmitar, persona që kanë rastis në vendin e ngjarjes, e di që kanë rrjedh informata dhe dyshime për arrestimin e personave të ndryshëm, për dyshimin se cilët persona kanë mund të kryejnë këtë vepër penale. Mund t'ju them me siguri të plot se deri me tani ne nuk kemi persona të arrestuar për këtë çështje penale, e ceka më lart që ka pas intervista, marrjen pyetje të personave që kanë mundur të japin informacione të rëndësishme, por që deri në këtë moment që po flasim, ne nuk dim arsyen apo edhe motivin që ka çuar deri në këtë rast makabër. Nga ajo që shihet deri më tani është që kanë ikur nga vendi i ngjarjes në këmbë, nuk kemi të dhëna që kanë shfrytzuar më vonë ndonjë veturë apo ndonjë mjet tjetër për ikjen nga vendi i ngjarjes. Ndërsa i përket pjesës së dytë të pyetjes apo pyetjes së dytë, Reshteri Mametli ka njohur si një person kogja profesional, është njohur si një person kogja profesional dhe nuk kemi ndonjë indikacion, qoftë më të voglin indikacion, që ai gjatë punës së tij si zyrtar policor të ketë pas ndonjë problem, qoftë me procedurat që i ka zhvilluar si zyrtar policor në hetimin e çështjeve penale, apo që të ketë ndonjë problem personal, nëse mund ta quajmë, që do të na zbardhte neve motivin e vrasjes së tij. Është përdorur një armë zjarrit, ku në vend ngjarjes janë gjetur 4 gjoja të kalibrit 9.19 mm. Nuk është hasur arma e dorazëve që kanë kryer veprën penale në vendin e ngjarjes. Tipi i armës nuk dihet sepse nuk kemi të dhëna. Nga të dhëna deri më tani nuk na rezulton që ka pas shkrepje me armë nga arma zyrtare e pjesëtarët e policisë Kosovës. Unë e seka në fillim që në lidhje me identifikimin e personave, shihen 2 persona duke ikur nga vendi i ngjarjes, duken persona 3, por që nuk kemi arritur identifikimin apo njohjen e atyre personave që me mujt me ditë a i takojnë rrethit ku ka ndodhur rasti, apo janë nga cili vend, apo nga janë ata persona. Me sigurinë më të madhe mund të themi që nuk ka të bëjë me pistën e grabitjes. Viktima ka marrë vetëm një goditje, ajo goditje ka qenë tej shpuse dhe realisht ai nuk ka pas antiplum, ka qenë person zyrtar në kryen e detyrës zyrtare në një orar të pasditës të zakonshëm në vendin e ngjarjes,
nuk ka ndonjë institucion, mikrofinanciar apo ndonjë institucion të cilët do të mund të ishte target i personave në rastin konkret grabitit.